Këshilli i mandateve pritet të mbritet të premten 19 dhjetorit për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme drejtuar Kuvendit, ku kërkon heqjen e imunitetit të deputetit të Belinda Ballukut me qëllim arrestimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Pak ditë pasi gjykata kushtetuese pezulloi vendimin e GJKO dhe riktheu në detyrë zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, SPAK i kërkoi Kuvendit autorizim për arrestimin e saj. Për të vendosur Ballukun në mas arresti me burg ose arrest shtëpie, do të duhej që Kuvendi të miratoj heqjen e imunitetit që në rastin e saj është i dyfisht si deputete dhe as si antare e qeverisë. Në njoftimin zyrtar theksohet se kërkesa konsiston në dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë së ministres së energjisë dhe infrastrukturës, njëherësh deputete dhe numri 2 i qeverisë. Ashtu si më herët, SPAK argumenton se Balluku është e panderur për shkelje të barazisë në tendera në kuadër të hetimeve për tunelin e Llogaras. Përveç kësaj, shton se ajo është në hetim për 7 procedura të tjera prokurimi. I menjëhershëm ishte reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili cilësoi kërkesën e SPAK si një fakt të turpshëm pas një lidhje me standardet demokratike. Kreu i qeverisë kritikon arrest në burg ose në shtëpi pa gjyq, por në fund të reagimit të tij thotë se grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të shqyrtojë kërkesën e SPAK dhe do të mbajë një qendrim të drejtë. Kërkesa e SPAK sipas rregullorës së Kuvendit i vendoset menjëherë në dispozicion 10 anëtarëve të këshillit të mandateve. Ky këshill nuk voton, por brenda 2 javëve nga momenti i përfundimit të shqyrtimit të kërkesës së SPAK ka kohë të përgatisë një raport të cilin rekomandon rrëzimin ose miratimin e dhënies së autorizimit për caktimin e masës së sigurisë së arrestit në burg ose në shtëpi për Belinda Ballukun, siç kërkon SPAK dhe më tej përcjellet Kuvendit për votim të hapur në seancën plenare. Nëse Kuvendi nuk merr vendim për dhënien ose mosdhënien e autorizimit për caktimin e masës së sigurimit të arrestit në burg ose në shtëpi brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës përkatëse, atëherë kërkesa konsiderohet e rrëzuar nga Kuvendi.